Horoskopi ditor 4 tetor 2025, Dashi, sot nuk është dita për të shtyrë gjërat përpara mengull. Në vend të kësaj, përqendrohu tek planifikimi dhe përmirësimi i ideve ose projekteve të tua. Kjo mund të jetë edhe e këndshme dhe e dobishme. Beso intuitën tënde, sidomos nëse ke qenë shumë i ngarkuar ose ke neglizhuar nevojën për pushim dhe reflektim. Në marrëdhënie, je i aftë të menaxhosh pjesën praktike dhe aktivitetet krijuese mund të jenë veçanërisht frytdhënëse sot. Kujto se të shikuarit pas për të mësuar nga eksperiencat e mëparshme mund të ndihmojë, por mos u mbyll tek zakonet e vjetra që të pengojnë të ecësh përpara. Mos u humb në detaje të tepërta apo të mërzitesh me gjëra që nuk kanë rëndësi. Sot është koha për vlerësim të kujdesshëm dhe përmirësime të vogla që do të sjellin përfitime më vonë. Demi, sot do të ndihesh i motivuar të marrësh kontrollin e jetës tënde personale, dhe kjo mund të sjellë energji dhe kënaqësi. Bashkëpunimet dhe aktivitetet e përbashkëta mund të jenë të dobishme dhe frytdhënëse. Megjithatë, përparimi në gjëra që kanë të bëjnë me zemrën, si dashuria ose një projekt krijues, mund të jetë më i ngadaltë. Është koha e duhur për të ndërmarrë hapa të vegjël drejt qëllimeve, duke i përqendruar vëmendjen tek detajet, ndonjë kujtim nga e kaluara, një dashuri e vjetër, një mik apo një projekt i mëparshëm, mund të frymëzojë, por sigurohu që të mos ngecësh në të kaluarën në mënyrë jo të shëndetshme. Sot mund të jesh i tunduar të zgjedhësh zgjidhje të lehta në vend që të përballesh me sfidat që sjellin rritje dhe shpërblim. Në mbrëmje, mund të ndihesh sikur nuk po merresh mjaftueshëm me detajet praktike. Kujdesi ndaj përgjegjësive mund të marrë shumë energji, sidomos nëse vetëm mendon për të përpiqur të veprosh me qetësi, të peshosh pro dhe kundrat, dhe mos u mërzit për gjëra të vogla. Binjakët, sot mund të kesh ide të mira dhe brainstormingu mund të rezultojë i suksesshëm. Pak punë e durim dhe përkushtim në jetën sociale apo projekte speciale mund të sjellin rezultate të bukura. Megjithatë, mund të ndihesh i tërhequr nga zakonet e vjetra dhe të zgjedhësh rrugën më të lehtë në vend që të sfidosh veten. Një gjest i mirë nga e kaluara mund të sjellë përfitime sot. Përdorimi i talentit tënd mund të shpërblejë, por provo të sfidosh veten në mënyrë të vogël për rritje dhe mësim. Në mbrëmje, mund të mendosh shumë për një çështje, por nuk do të ndihesh domosdoshmërisht më i qartë pas gjithë shqetësimit. Është më mirë të mendosh përpara se të flasësh me të tjerët. Pas vlerësimit të mundësive, nëse mendon se është një ide e mirë, atëherë shpreje. Gaforia, sot mund të ndihesh i tërhequr drejt të kaluarës në disa momente, por planifikimi dhe organizimi mund të jenë shumë të dobishëm. Nuk ke dëshirë të sfidosh veten dhe preferon të përdorësh aftësitë dhe resurset që ke tashmë, gjë që ndonjëherë mund të jetë pikërisht ajo që të duhet. Megjithatë, shmang të kënaqësh të tjerët në mënyra që mund të sjellin probleme më vonë. Je i kujdesshëm dhe taktues, sidomos me familjarët, fëmijët ose kolegët, dhe shmang premtimet ose shtyrjet e punëve. Sot është një ditë e mirë për të aplikuar mençurinë dhe përvojën e kaluar në një problem aktual dhe për të lënë gjërat që nuk të nevojiten më. Mund të ndihesh i mbingarkuar nga aktivitetet familjare ose shtëpiake, por nuk mund të tërhiqesh lehtë. Për çështjet e parave, sendet e vlefshme apo marrëdhëniet, është më mirë të vlerësosh opsionet dhe të mos marrësh vendime të mëdha sot. Përdor energjinë për të përmirësuar situatën në vend që të luftosh kundër saj. Luani, sot mund të kuptosh qartë hapat që duhet të marrësh për të përmirësuar financat ose për të menaxhuar të ardhurat e tua. Fitimet nga përpjekjet e tua janë më të favorshme, por mund të vendosësh besim edhe tek dikush i veçantë. Megjithatë, është e lehtë të mbështetesh tek aftësitë dhe resurset që ke tashmë, në vend që të sfidosh veten. Kjo ndonjëherë funksionon, por është e rëndësishme të mos humbasësh mundësitë që dalin tani dhe të shmangësh premtimet e tepërta. Mbështetja e papritur nga dikush mund të vijë në momentin e duhur, duke të ndihmuar të rregullosh çështje financiare ose biznesi. Më vonë gjatë ditës, mund të ketë shumë për të menduar, por jo gjithmonë përgjigje të qarta. Durimi është virtyti më i madh sot. Është më mirë të vlerësosh opsionet dhe të mos marrësh vendime të mëdha menjëherë, duke lënë kohë që situatat të zhvillohen natyrshëm.
Virgjëresha, sot ka energji të mirë për të lënë pas diçka nga e kaluara. Një ndikim i Venusit mund të ndihmojë të largosh stresin dhe tensionin. Megjithatë, ka rrezik të zgjedhësh rrugën më të lehtë dhe të humbasësh mundësi për të mësuar dhe për të zhvilluar. Nëse shpesh zgjidh të bësh gjithçka vetë, kur bashkëpunimi ose ndarja e përgjegjësive do të ishte më e mirë, sot mund të vendosësh të bësh ndryshime. Mbyllja e detyrave të vogla ose rregullimi i çështjeve të pasgjidhura mund të hapë rrugën për sukses më të lehtë në të ardhmen. Më vonë gjatë ditës, mund të ndihesh i përballur me realitetin për shkak të ndikimit të Mërkurit me Saturnin. Mendimet mund të jenë të shumta, veçanërisht mbi çështje praktike ose të lidhura me përgjegjësi. Është e rëndësishme të mos nxitohesh dhe të marrësh vendime me kujdes. Peshorja, sot kujtimet e forta mund të udhëheqin, ose mund të bësh lidhje të pazakonta, e dashur peshore. Mund të rikthehesh në kontakt me një mik të vjetër, sidomos me ndikimin e Venusit dhe sot node në shtëpinë tënde të 12 të diellore. Ky ndikim mund të bëjë të kërkosh rrugën më të lehtë, por me pak vetdije dhe ndershmëri me veten, mund të kuptosh se çfarë është vërtet e vlefshme për ty. Tani është koha e duhur për të mbyllur detyrat e pasgjidhura ose për të korrigjuar gabimet e së kaluarës, duke hapur rrugën për progres. Sot favorizohen gjithashtu përmirësime dhe rregullime të ndryshme në jetën tënde. Ti je shumë bindës dhe me ndikim. Dhe vendosja e kujdesit dhe zemrës në një marrëdhënie ose interes të veçantë mund të sjellë kënaqësi dhe shpërblim. Më vonë gjatë ditës, shmang vendimet e nxituara. Është më mirë të fokusohesh te rregullimet dhe përshtatjet, sesa të bësh lëvizje të mëdha. Mos harro të mos harxhosh energji për çështje që nuk mund t'i ndryshosh ose që nuk kanë rëndësi të menjëhershme. Akrepi, sot shpreha e vetbesimit në tiparet e tua unike vjen natyrshëm. Në marrëdhënie, qasja më e mirë është ajo mbështetëse. Fuqizimi i njëri tjetrit ndihmon për rritjen e besimit dhe lidhjes emocionale. Socialisht, mund të ndihesh në humor për rehati dhe qetësi. Një lidhje me një mik të vjetër ose kujtime të forta nga e kaluara mund të ndikojnë shumë, duke të bërë më sentimental se zakonisht. Megjithatë, mos lejo që kjo të pengojë të krijosh lidhje të reja, pasi përmes tyre mund të dalin mundësi të këndshme për zbulime personale. Çështjet nga e kaluara. Shigjetari, sot ndihesh më mirë kur vendos më shumë zemër dhe përkujdesje në atë që bën, i dashur shigjetar. Një qasje praktike dhe punëtore do të sjellë përfitime. Kanalizimi i energjisë dhe kreativitetit tënd është veçanërisht frytdhënës sot. Kjo ditë të jep mundësinë të bësh një inventar të ndjenjave dhe lidhjeve të tua. Është më e lehtë të dallosh ato marrëdhënie ose bashkëpunime që mund të pengojnë të rritesh dhe të përparosh. Mund të konsiderosh të mbyllësh projekte të vjetra që ngadalsojnë përparimin tënd ose të përfundosh detyra të mbetura që të lejojnë të nisësh diçka të re me energji të freskët. Më vonë gjatë ditës mund të ketë shumë ndërhyrje ose shqetësime. Nuk është koha më e mirë për vendime të mëdha, pasi frikërat dhe shqetësimet mund të ndikojnë negativisht me Merkurin që formon një kënd të vështirë me Saturnin. Përgjegjësitë familjare ose pritshmëritë e të dashurve mund të rëndojnë mendjen. Mos e tepro me presionin ndaj vetes dhe përpiqu të gjesh momente për të relaksuar dhe për të shijuar ditën. Britsjapi, sot ndihesh i përkushtuar për të punuar mbi zonat që kanë nevojë për përmirësim, qoftë në jetën personale, qoftë brenda vetes, e dashur britsjap. Planifikimi dhe strategjia për sukses afatgjat ose projekte të rëndësishme mund të jenë veçanërisht tërheqëse. Transitet e ditës të ndihmojnë të krijosh plane efektive dhe të zgjidhësh probleme. Është kënaqësi të mendosh më thellë ose të bisedosh për çështjet e fundit. Po merresh me punë të papërfunduara që do të ndihmojnë përparimin tënd më vonë. Konsidero se cilat zakone ose lidhje të mbajnë peng në rritjen dhe zhvillimin tënd, sidomos lidhur me mirëqenien mendore, qëndrimet dhe mentalitetin. Përdor talentin tënd diplomatik në marrëdhënie, por keni kujdes të mos kënaqësh të tjerët në mënyrë që kjo të mos të kthehet kundër.
Qëndro i vëmendshëm për mundësi për të avancuar interesat e tua, në vend që të ngulitesh në zonën e rehatisë. Më vonë gjatë ditës nuk është koha më e mirë për të shprehur lirshëm mendimet. Mund të ndihesh mes dilemave të tjerëve, qoftë duke ndërmjetësuar apo duke menduar shumë për problemet e tyre. Bëj një plan për të marrë me përgjegjësitë e tua, në mënyrë që të mund të pushosh më qetësisht, por shmang të flasësh për një çështje para kohe. Ujori, sot je i gatshëm të pranoresh punën e nevojshme për të arritur aty ku dëshiron. Mësimi, komunikimi, interesat personale, udhëtimet dhe rrjedhëzimi mund të jenë shumë kënaqësore dhe të suksesshme tani. Marrëdhëniet dhe lidhjet mund të sjellin disa komplikuese ose situata interesante. Kjo është një ditë e mirë për të zgjidhur borxhe ose për të rregulluar llogaritë, si dhe për të lënë pas lidhjet që nuk të shërbejnë më. Për shembull, mund të shqyrtosh mënyra për të shlyer borxhet ose për të rikuperuar huall. Strategjitë që do të lindin nga mendimi i sotëm mund të jenë shumë të dobishme. Dëshira jote për një të ardhme të sigurt dhe kënaqësia e arritjes së qëllimeve të nxjerrin energji për të përfunduar dokumente ose detyra të lëna pas dore, duke hapur rrugën për përparim. Edhe pse mund të tërheqin situatat e rehatshme, mos haro se mundësi për rritje mund të jenë para teje. Më vonë gjatë ditës mund të duhet të pranosh të humbasësh diçka dhe të ecësh përpara, ose mund të fokusohesh te një çështje që nuk është zhvilluar mjaftueshëm për t'i kushtuar vëmendje. Është një kohë e mirë për të njohur nevojën për rregullime dhe për të bërë përmirësime dhe përshtatje. Peshqit, sot është e rëndësishme të kujdesesh për nevojat e brendshme dhe intuita jote e kupton këtë mirë. Njëkohësisht je i vetëdijshëm për prioritetet praktike dhe ky ekuilibër të ndihmon. Mund të përfitosh duke parë në të shkuarën për zgjidhje ndaj problemeve që hasen tani. Kujdes që të mos marrësh përgjegjësi që të tjerët duhet t'i mbajnë vetë, ose të mbështetesh tepër të tjerët kur do të ishte më mirë të veproje vetë. Kjo është një ditë e mirë për të gjetur diçka të humbur ose të neglizhuar, dhe gjithashtu për të kuptuar ku ndoshta ke zgjedhur rrugën më të lehtë që të ka penguar më vonë gjatë ditës. Nevoja për kursim, kujtesa e një përgjegjësie ose ndjenja e kufizimit mund të ndikojnë pak tek disponimi yt ose bisedat. Kjo lidhet me pozicionin e Merkurit në sektorin e intimitetit, duke formuar një aspekt të vështirë me Saturnin në shenjën tënde. Megjithatë, është një kohë e mirë për të bërë rregullime dhe përmirësime, duke u përqendruar tek çështjet që mund t'i kontrollosh dhe duke shmangur mendimet negative që nuk të shërbejnë.